Përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë do shohim si do jetë muaji qershor edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e luanit. Dhe shohim energjinë që do na vi edhe për shenjën tuaj. Atëherë ju shoh që në fillim në javën e parë të muajit qershor, ju do keni fillime të reja. Mund të jetë fillimi një dashurie të re, mund të jetë një fillim i ri ekonomik, një punë e re, një projekt i ri, një bashkëpunim ose një karrierë e re, por ju mund ta merrni edhe në situata dhe fillime të tjera që ju dëshironi të bëni. Mund të jenë kontrata, mund të jenë në lidhje me dokumenta të ndryshme, mund të jetë në lidhje me trajnime të ndryshme, por gjithsesi keni fillime të reja që do marrin zhvillime shumë të mira. Ndërkohë ju shoh që ju do jeni shumë të lumtur, jeni në energjinë tuaj këtu, dhe shoh që ju dëshironi të analizoni situatat ose është dikush më saktë që ju ndjek në momentin që ju dëshironi të jepni drejtim këtyre fillimeve të reja. Është një person që ju shef pak në mënyrë të fshehtë. Gjatë kësaj periudhe, gjithsesi në fund të javës ju shoh që keni nevojë dhe të pushoni, ndoshta që qëndroni të shkëputur nga rrjetet sociale, jeta sociale, për t'i dhënë drejtim këtyre fillimeve të reja, për të menduar se si t'i jepni drejtim. Dhe tham këtë mund ta merrni si në lidhje në lidhje me dashurinë, me marrëdhëniet tuaja, me punën nga ana ekonomike, por dhe gjithçka tjetër. Dhe vazhdojmë me javën e dytë. Në javën e dytë, javë e parë ishte shumë e mirë, ndërsa në javën e dytë ju shoh që ju sikur dëshironi të çliroheni nga një situatë që ju ka lodhur për një kohë të gjatë, për të bërë fillime të reja. Dhe kjo ka lidhje me këto fillime që dëshironi që në fillim të muajit. Ndërkohë, dhe kjo ka lidhje, mund të ketë lidhje me një dashuri. Ju dëshironi, mund të jetë një njohje ose lidhje që ju ka lodhur ose një marrëdhënie dhe ju dëshironi të çliroheni për të bërë një fillim të ri ose për të hyrë në një njohje të re. Dhe në mes të javës ju shoh që ju sikur dëshironi të riskoni, të hidhni hapa para, por në fakt ju shoh që ikni pak të trembur, sikur doni të lini këto situata të vështira që keni kaluar mbrapa, dhe dëshironi me shpejtësi të filloni gjëra të reja. Gjithsesi në lidhje me dashurinë, ju dëshironi të riskoni me një person ose të rrezikoni në kuptimin që të hyni në një njohje dhe pse e dini që nuk është shumë e sigurt. Por shoh që aty do ketë shumë konkurrencë dhe ju ndoshta do t'ju trëmbi pak kjo gjë. Mund të ketë edhe persona të tjerë që e pëlqejnë këtë person. Në rastin tjetër, mund të jetë që ju keni bërë disa punë njëkohësisht, kjo gjë ju ka lodhur dhe ka vazhduar për një kohë të gjatë, dhe ju do të jepni fund kësaj situate, por dëshironi që të largoheni nga kjo situatë, të merrni një drejtim më të mirë për vete, për t'u qetësuar dhe ndoshta edhe për të shkuar me pushime diku ose për të bërë një pushim. Por ndërkohë dëshironi të lini mbrapa gjithçka që ju ka lodhur. Kjo nuk ka lidhje vetëm në lidhje me marrëdhëniet, ka lidhje me punën tuaj, me situata të ndryshme që ju mund t'ju kenë lodhur. Dhe ju dëshironi të largoheni nga këto situata, ose ju keni mbajtur një peshë të madhe për një kohë të gjatë, shumë përgjegjësi për një kohë të gjatë, dhe dëshironi të lini mbrapa këto. Ndërkohë ju dëshironi të riskoni, ndoshta të shkoni diku, të qetësoheni, por shoh që do keni disa konflikte. Në lidhje me punën, mund të keni një lloj konkurrence te vendi punës.
për gjithë ata që dëshirojnë të rrezikojnë për të bërë diçka, për një fillim të ri, do ndjeni që ka shumë konkurrencë. Ju mund të konkuroni për një vend pune, ose ju mund të shkoni të konkuroni për të, nuk e di, për të bërë një trajnim ose diçka tjetër, po më tepër ose në lidhje me studimet tuaja ose diçka tjetër, por shoh që do ketë shumë konkurrencë. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të jenë konflikte në shtëpi, në familje, sepse ju dëshironi ta lini këtë përgjegjësi dhe këtë peshë të madhe që keni mbajtur, dhe aty mund të keni kundërshtime nga personat e familjes. Por këtë mund ta merrni dhe te vendi i punës, që mund të keni disa konflikte ose në lidhje me një fillim tjetër të ri që mund të bëni. Gjithsesi, është një javë që ju çliroheni, por duhet keni pak kujdes në fund të javës, sepse mund të keni disa situata të vështira, debatesh, konfliktesh gjatë fundit të javës. Dhe vazhdojmë me javën e tretë. Në javën e tretë, ju shoh që ju dëshironi ta mbyllni situatat përsëri. Dhe në javën e dytë, dhe në javën e tretë, mbas këtyre konflikteve, ju do ndjeni pak të plagosur, të lodhur, sikur dëshironi që të jepni fund kësaj situate, ndoshta një pjesë prej jush sikur dëshiron që një person t'ju mbështesi ose t'ju japi qetësinë në një farë mënyre. Dhe kjo mund të ketë lidhje edhe në lidhje me njohjen. Ju mund të ndjeni shumë të lodhur nga situata të ndryshme dhe ju do shkoni drejt këtij personi për gjetur qetësinë tuaj. Ose në lidhje me punën tuaj, edhe aty shoh që ose në marrëdhënie në lidhje me anën ekonomike, ju situatat mund t'i merrni ashtu si i keni, sepse lodhje mund të krijojnë situata të ndryshme. Nuk do të thotë vetëm lodhje në lidhje me punën. Ju mund të lodheni edhe nga persona, nga situata që ju kanë lodhur deri në këto momente. Dhe ju do të jepni fund kësaj situate dhe do t'i vendosni qëllime vetes. Ju nuk dëshironi që të jeni në këtë pozicion, në një pozicion ku mund të ndjeni të lënduar, mund të ndjeni pak të prekur dhe të keni nevojë për një person që t'ju qetësoj. Dhe ju do ta merrni menjëherë veten duke i vendosur qëllime vetes në lidhje me qëllimet që keni. Dhe këtu flasim në lidhje me një dashuri, me punën, nga ana ekonomike, me fëmijët, me shtëpinë, ndërsa për një pjesë tjetër në lidhje me trajnime, me dokumenta të ndryshme, por dhe me gjithçka tjetër. Gjithsesi, në fund të javës së tretë, shoh që do ndjeni pak të lënduar. Disa prej jush mund të jeni edhe në një trekëndsh. Ndoshta partneri ose partneria juaj mund të kujdesen për dikë tjetër ose personi që keni në jetën tuaj. Gjithsesi, kjo është një situatë specifike, këtu nuk vlen për të gjithë. Këtë pjesë mund ta marrin vetëm ata që ndihen në këtë situatë. Por për pjesën tjetër, në lidhje me punën, ju dëshironi të bashkëpunoni në një partneritet, në një biznes, ose të hapni diçka tuajën. Dhe shoh që ju do ndiheni pak të jo mirë, sepse të ardhurat do jenë shumë të vogla nga kjo punë që do filloni. Gjithsesi, unë i shoh me qëllime në veten tuaj dhe nëse vërtet keni qëllime, ky është një fillim me të ardhurat vogla që do shtohen në të ardhmen tuaj. Është një situatë pak e vështirë këtu, nuk e di kush mund ta gjej veten në një situatë, sepse po të vëmre dhe figurat janë, nuk e di, ndjeni të lënduar, të trishtuar, keni nevojë për një mbështetje, për një person, në çfarë do lloj situate që të jeni, që t'ju japi qetësinë, i vendosni qëllime vetes tuaj, por përsëri ju shoh që do ndiheni pak të lënduar. Kjo situatë mund të ndodhi edhe te vendi i punës, ku ju mund të lëndoheni nga persona që janë te vendi i punës. Mund të futet dikush tjetër, mund të ndërhyjë dikush tjetër për të krijuar këto situata. Jo domosdoshmërisht ka lidhje vetëm me dashurinë kjo pjesë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. U zgjata pak shumë te kjo javë, sepse më erdhi një energji pak e rëndë në lidhje me këtë situatë që është këtu. Gjithsesi, në javën e katërt, ju shoh që ju do manifestoni për të realizuar dëshirat që ju keni. Dhe ju shoh në një realizim. Ju do manifestoni në lidhje me dashurinë. Nëse ju dëshironi që të jeni me një person, ju do ta manifestoni këtë.
Dhe për manifestimin kemi folur, në qoftë se ju dëshironi të manifestoni për dashurinë, atëherë ju do jeni duke e thirrur këtë person drejt vetes tuaj. Nëse qoftë se jeni duke manifestuar për një punë që t'ju realizohet, atëherë ju do jeni duke e kërkuar këtë gjë, duke e shprehur këtë gjë. Në qoftë se jeni duke kërkuar për të bërë ndoshta për ndryshuar gjërat në marrëdhëniet tuaja, në lidhje me karrierën, me situata të ndryshme që ju kanë lodhur, atëherë ju do të rriqni po këtë energji, sepse ju po manifestoni gjatë fillimit të javës së 4. Dhe në mesin e javës së 4, ju shoh që i keni të gjitha mundësitë për të realizuar gjërat që ju dëshironi. Ma falni për zërin. Gjërat që ju dëshironi. Dhe këtu flasim, ka lidhje me emocionet, ka lidhje me pasionin që ju keni. Mund të kenë emocione dhe pasion në lidhje me një dashuri dhe ju e keni manifestuar dhe ju do arrini ta realizoni këtë. Në rastin tjetër, mund të ketë lidhje me punën tuaj. Dhe e keni manifestuar këtë gjë, ju doni një punë ashtu si e doni ju, ose punët e ecin ashtu si doni ju, dhe ju do të realizoni, sepse e keni manifestuar. Në rastin tjetër, mund të ketë lidhje me anën tuaj ekonomike. Gjithsesi, çfarëdo manifestimi që të bëni në javën e 4, ju mund ta bëni këtë gjë, sepse jeni të favorizuar në lidhje me këtë, për të realizuar gjërat që ju dëshironi. Dhe në fundin e javës së 4, ju shoh që do keni një intuit shumë të zhvilluar për të realizuar gjërat që doni. Ndërkohë, ju do hiqni dorë nga gjërat që keni besuar, sepse ju shoh keni kaluar zhgënjime, lëndime këtu, situata që ju kanë, nuk e di, po t'ja u tregoj, do ta kuptoni se në situata jeni. Mund të shifni kartat këtu. Nuk e di nëse i dalloni. Gjithsesi, është një situatë që do kaloj, është vetëm javën e 3, sepse javën e 4 ju harrini të realizoni gjërat që doni. Dhe për një pjesë tjetër do hiqni dorë nga gjërat që keni besuar, ju do fusni besime të reja. Nëse keni besuar në një dashuri dhe gjërat nuk kanë funksionuar ashtu si ju keni besuar, atëherë ju do hiqni dorë, do përdorni forma dhe metoda të tjera në lidhje me dashurinë. Në rastin tjetër, nëse ju keni besuar që në një punë që mund ta filloni ose një bashkëpunim, një projekt, se gjërat do shkonin që në fillim shumë mirë, atëherë ju do hiqni dorë nga kjo gjë, sepse nuk ndodh kështu. Vërtet ju mund të filloni një biznes, një projekt, një bashkëpunim të ri, por gjithmonë të ardhurat do jenë të vogla, sepse ju jeni në fillim të këtij investimi që keni bërë. Dhe do pranoni gjithçka me përullësi në fund të javës së 4. Ju do jeni më të mençur, do t'i pranoni gjërat ashtu si janë, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të lidheni më shumë me intuitën tuaj në lidhje me situata të ndryshme që mund t'jeni. Gjithsesi, është një muaj fantastik, nuk ka rëndësi nëse do kaloni këto situata, e rëndësishme është që ju manifestoni dhe realizoni gjërat që ju dëshironi. Por ndërkohë do besoni dhe te intuita juaj. Dhe do harrini të gjeni lumturinë për veten tuaj. Duhet keni kujdes nga një person që ju vrojton gjatë gjithë kohës në lidhje me gjërat që ju doni të bëni. Dhe më falni se mora tarotin përsëri, se më erdhi një energji pak e ngarkuar. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt. Çfarë mesazhi ju japin në lidhje me muajin qershor? Dhe keni numrin 11. Numri 11 janë 2 flak binjake. E për gjithë ata që mund të jenë të dashuruar, duhet të ndjeni veten që jeni flak binjake. Por ndërkohë ju thot, ju do keni një energji të jashtëzakonshme. Braktisni momentet e vështira, thot. Falni dhe ecni përpara. Dhe kjo është gjë shumë e rëndësishme. Atëherë, mund të keni një energji të jashtëzakonshme, do ta keni atë energjinë për t'i bërë gjërat, por duhet të largoni momentet e vështira që mund të keni kaluar në lidhje me dashurinë, një lodhje që mund të keni pasur, ose në situata lëndimesh, në situata nuk e di, në situata që ju mund t'ju kenë mërzitur në një rast tjetër, ose në lidhje me disa konflikte. Falni, çfarëdo lloj situate që të jeni,
që të ecni përpara. Është një mesazh fantastik dhe në lidhje me personat që janë të dashuruar, kjo tregon dy flak binjake, shpirt binjak për personat që janë në këto situata. Dhe këtë mund ta merrni, nëse themi që largoni momentet e vështira, falni dhe ecni para, mund ta merrni në çfarëdo lloj situate. Mund të jetë një situatë në dashuri, mund të jetë një situatë e vendi punës, mund të jetë një situatë familjare në lidhje me disa konflikte, ose edhe me situata të ndryshme që ju mund të keni. Atëherë kjo ishte për ju uroj vërtet një muaj të mbar, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, dëgjohemi te videot e radhës.